Tashmë është shumë e qartë se zotëri Taravari dhe Alianca për Shqiptarët edhe zyrtarisht nuk janë pjesë e shumicës parlamentare, por as pjesë e qeverisë. Çfarë do të thotë kjo për Bashkimin Demokratik për Integrim dhe për qytetarët? Po, në fakt, unë kam pritur që kjo të ndodhë shumë më herët, pasi që Alianca për Shqiptarët ka qenë nënshkruese ati non-paperit të famshëm me të cilin obligoheshte që nuk do jenë pjesë e qeverisë të gjitha ato subjekte politike të asaj qeverie e cila nuk ka ndërmend të bëjë ndryshimet kushtetuese dhe të zhbllokoj procesin e integrues të Maqedonisë së Veriut. Tani, po të shihni aktualisht se cili është pozicioni i Aleancës për Shqiptarët dhe në përgjithësi të faktorëve politikë shqiptarë që janë, është një tmerr i veçantë. Në fakt, procesi i eurointegrimeve është blokuar totalisht. Kemi një qeveri që e ngatron Brukselin me Beogradin. Kemi një qeveri që brenda saj ka një zëvendës kryeministër që Kosovën e quan akoma pjesë të Serbisë, që e ftojnë një ultranacionalist serb si presidenti i Republikës Serbe Dodik, që vjen në Shkup edhe thotë thur lavde për presidentin Putin, qorton NATO-n, qorton Bashkimin Evropian dhe aplaudon e gjithë qeveria në prezencë të tij. Në këtë situatë ishte shumë e qartë se Alianca për Shqiptarët nuk ishte komod në këtë qeveri, pasi brenda kësaj strukture politike graviton një numër i madh intelektualësh edhe dukeshte prej moti që do ketë zhvillime të tilla politike. Tani nëse shohim anën tjetër, raportet e brendshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ne kemi një atak, një sulm të fuqishëm të kësaj qeverie mbi marrëveshjen e Ohrit dhe mbi shtyllat kryesore të kësaj marrëveshje, kemi çdo ditë zhbërjen e gjuhës shqipe nga të gjitha institucionet, largimin e gjuhës shqipe, gradualisht nga përdorimi zyrtar në shumë institucione shtetërore. Kemi një zvoglim të numrit të përfaqësimit të shqiptarëve nëpër institucione dhe këtë e kemi dëshmuar se po nisëm të flasim për secilën prej këtyre, do na duhet shumë kohë, ne kemi lëshuar çdo ditë kumtesa, kemi reaguar për çdo veprim të tillë që po ndodh në qeveri dhe sinqerisht unë kam pritur që Alianca për Shqiptarët do largoheshte shumë më herët se tani. Tani, të gjitha shpekulimet tjera që bëhen në opinion lidhur me daljen e Aliancës për Shqiptarët prej qeverie, mendoj se janë ugurëzeza dhe nuk kanë të bëjnë as pak me realitetin politik në vend.